Kështu na do Krishti neve. T'jemi pasionantë, madje shkrimi thotë te zbulesa, kështu dia të vargun që kemi përmendur 100 herë, te zbulesa engjëlli i Perëndisë drejtohet një nga kishave në kishës në Efes, edhe thotë të dua ose të nxehtë ose të ftohtë, por vetëm i vakët mos më rri. Sepse siç uji i vakët provokon vjelljen. Nëse pi ujë të vakët, o t'jetë i nxehtë, e t'jetë ta bëj çaj, o t'jetë i ftohtë, edhe t'jetë ujë i ftohtë për të fresku. Edhe kështu thot, edhe shkrimi e lidh kishën me këtë lloj përshkrimi. Le të jemi të zjarrt, le të jemi, me që kemi miqtë amerikanë, le të jemi hot for Jesus, apo nuk shkon hot for Jesus. Edhe le ta jetojmë këtë gjë, le të mos jemi ndjekës të Krishtit part-time. Ke parasysh ka punë part-time, ka shkollë part-time, ka shumë gjëra part-time, ka situata part-time, ka lidhje part-time, që do lidhje part-time, ka lidhje që janë kështu as po as jo, që edhe ka gjasa do lidhen, edhe ka gjasa s'do lidhen, edhe ka situata që janë pjo, as po as jo, edhe shiko, bëjmë i keq për një moment, ka dhe ndjekës Krishtit që janë pjo, as po as jo, edhe po edhe jo. Shiko, besimtarët e parë, ato që njohën Krishtin, ishin full time lale. Ishin të zjarrt, ishin gjithë pasion, edhe me dashuri të zjarrt, gjithë zell për Krishtin. Edhe shiko, të kesh, kjo do ishte nxitja, të kesh uri për Krishtin, të jesh sigur mos ngopesh asnjëherë, të kesh një të hash edhe mos ngopesh, të ketë gjithmonë hapësirë për të dashur më shumë, për ta dëshiruar më shumë kohë me Perëndin. Shiko, është edhe e vërteta është njerëzit që na njohin ne, këto duan të shohin nga ne. Këtë duan të shohin. Edhe kjo është, bota do që të na shofi që, shiko, ti e ndjekësi Krishtit, po, duat të shoh me sa zjarre do t'i Krishtin, me sa shumë do t'i shkrimin, me sa shumë do t'i edhe këtë gjë. Edhe disa herë kur vjen dikush i ftuar në kish nga ty, edhe vërteta është që mund vi sepse ke ftuar ti, mund vi sepse për X arsye, por ama ai ose ajo pret të shofi diçka që nuk e gjen kund tjetër. Shumë muzika është shumë e mirë, por muzikë mund që është e diku tjetër. Mund bëj, shkot, bën Noisy koncert, bën Alban Skënderaj koncert, bën ky koncert, emra të njohur apo çfarë lloj gjëje, ose kur vjen dikush, nuk vjen për shoqëri, se shok mund gjetë te kafja lagjës, mund gjetë ka dhe kushëritë, ka dhe këtë edhe atë, po do që të vi edhe të marri diçka që është këtu edhe se ka në vend tjetër. Diçka është një gjë që mund të jetë tu dhe s'është në vend tjetër, është dëshira e zjarrt për Perëndin edhe për kishën e tij. Dëshira e zjarrt për Perëndin edhe për kishën e tij dhe të jetë shumë e prekshme edhe shumë e dallueshme. Kështu që unë mendoj që kjo është gjë fantastike tek ne, po dua t'ju nxis që të vazhdojmë ta kultivojmë edhe këtë verë. Që të jemi të zjarrt, të vazhdojmë ta duam Perëndin, vazhdojmë ta duam njëri tjetrin, edhe sepse si model kemi Krishtin. Kur Krishti e shikonte diçka, shkonte e bënte dhe bënte me pasion, edhe është ndonjëherë edhe vërteta është që shiko, ndonjëherë mund të ndodh, ndonjëherë mund të thotë që shiko, unë e dua kishën, por mund ma ka vjedh pasionin diçka. Mund të ketë qenë një situatë, mund të ketë qenë, shiko, unë e dua kishën, po unë kur shkova atje, pastaj u lëndova nga kisha. Për shembull një rast, ose një tjetër tha, unë i kërkova diçka kishës dhe kisha nuk më ndihmoi, kështu që u mërzita, u lëndova dhe s'shkova më. Ose dikush tha, unë isha në një ngjarje që bëri kisha, edhe shumë njerëz u vlerësuan, unë s'u vlerësova edhe pse bëra shumë gjëra, kështu që u lëndova dhe ika. Edhe ka njerëz që mund të marrin lëndime duke qenë kish. Pse? Sepse jemi njerëz. Shiko, në jetë është e sigurt që do lëndohesh. Njerëzit do të lëndojnë me dash ose pa dash, nuk shpëton dot. Ti e di këtë gjë sepse gjithë jemi të rritur dhe ka ndodhur. Edhe fakti që ka ndodhur ka qasa që do ndodhi prapë. Në jetë kemi për të lënduar. Kur i rrethuar me njerëz që janë të përsosur, sigurisht nuk mund presish gjëra të përsosura, ose
Dhe ja fusin ai njëri kot, dhe thot njëri një fjalë më shumë, apo është edhe ç'a ndodh kur dikush lëndohet në kish, triqet, largohet edhe ikën fare. Edhe është e çuditshme sepse ore këtë nuk e bëjmë te familja, se ne themi kisha është familja frymërore. Ndërkohë me familjen fizike, ç'a ndodh nëse ti zihesh me babin? Ç'a ndodh nëse ti zihesh me mamin? Ç'a ndodh nëse ti zihesh me motrën ose vllajin, edhe vllai ka fut dorën ke portofolit, ka marrë ca lekë ti uzure për flokësh. Ç'a ndodh kur ne zihemi me të familjes? Shkojmë rrim te komshia? Edhe nuk vim më në shtëpi? Jo, vim prapë në shtëpi. Prapë e falim babin, edhe mamin, edhe njëri tjetrin, edhe prapë i duam, edhe njëjta që me kishën, nëse ndodh që lëndohesh, dhe uroj që asnjëri për ju mos lëndohet asnjëherë nga dikush këtu, por nëse ndodh, nxitja ime do ishte të mos izolohesh, të mos ikësh për të flasësh. Më thej këtë, më bërë këtë, ta sqarosh, të shërohet, të pastrohet, edhe të qëndrojmë bashkë, sepse shiko, për ta ilustruar, do të marrë një histori nga Bibla që duket çik histori e çuditshme, ndoshta s'ta ka kapsyer fare këtë histori në Bibël. Edhe shiko ta shohim se ç'a ndodh kur dikush është lënduar, por prapse nuk të riqet, qëndron kështu i zjarrt me dëshirë të zjarrt, edhe jep maksimumin, sepse e vërteta është ka një rrezik të madh nëse lëndohemi. Ka një rrezik të madh. Edhe është, sepse është njerëzit ku lëndohen, zakonisht bëhen të brisht, edhe largohen nga kisha, edhe është, nuk e di se ç'a ka te kisha, sepse njerëzit mund lëndohen nga një punë, edhe prap mund të shkojnë mirë me kolegët, me njëri tjetrin, por nëse ndodh që lëndohen në kish, ai lëndimi sikur futet në ujë të nxehtë, sikur zmadhohet, edhe bëhet i madh, por shiko, në vend të kësaj, let mos i lëm vend ligut asnjëherë, sepse shkrimi thot i ligu do sa vend sa të mbështesi këmbën. Vend sa të mbështesi këmbën, ti fryj zjarrit edhe ta zmadhoj zjarrin. Shiko, edhe hajde shohim një histori që ngjan çike çuditshme, se si këto njerëzit që mund të kenë kaluar në një situatë shumë të çuditshme lëndimi, qëndruan të fortë edhe ishin, hajde ta lexojmë. Gjyqtarët kapitulli 20, vargu 16 thot kështu. Midis tërë këtyre njerëzve, edhe radhitet gjithë fisi i Benjaminit, midis gjithë tyre njerëzve, kishte 700 burra të zgjedhur që ishin mëngjarash, që ishin sallaksa, që gjuni me të majtën. Edhe tërë këta ishin të aftë të hidhin një gur me hobe kundër një fije floku pa gabuar goditjen. Edhe konteksti është i tillë, fisi i Benjaminit është në një luftë, edhe s'po jap detaje se ç'a pononte lufta dhe pse po shkojnë në luftë, por mes këtij fisi Benjaminit ishin 700 burra të zgjedhur nga qyteti, nga X qytet Gibeau, më falni, ishin nga fisi nga qyteti i Gibeaut, ishin 700 burra ndryshe, të veçantë, që gjuni me të madhin, që ishin sallaksa. Edhe ndoshta nuk bën përshtypje kjo, se mund të kemi sallaksa këtu. Sa kemi që janë mëngjarash, që janë me të majtën, dhe po ngrej dorën e majtë. Kemi në një që është me të majtën? Valin e di që e kemi, po është vali është atje. Ja dhe kemi dhe i shok aty. Kështu që është, shiko, në botë është afërsisht 8-10% e njerëzve janë mëngjarash. Edhe kjo përfshin të gjithë grup mosha dhe gjinit, kalamajt të rritur të mëdhej, që i bie është gati e pamundur që në një qytet kaq të vogël të ketë 700 burra, edhe të 700 din me gjujt me të majtën, edhe din të gjujnë aq saktë sa të godasin një fije floku. Është edhe kur shikon detajet në histori, një komentar e thot kështu, këto 700 burrat ishin mëngjarash sepse nuk mund ta përdornin dot dorën e djathtë. Edhe nuk e dim se pse nuk e përdorin dorën e djathtë, ndoshta kanë qenë në luftë më para, edhe mund të kenë preja 2 gishta nga e dorë e djathtë, ose prej krahun të krejt, apo nuk e di se çfarë ju ka ndodhur atyre në luftë, por ishte për shkak të kësaj që nuk mund ta përdorin dorën e djathtë, ato kishin stërvit çfarë? Kishin stërvit dorën e majtë. Edhe nuk ishin tresh nga lufta. Nëse do ndodhte në rastin tonë sot, dikush është ushtar, qa do ndodhte se dikush është ushtarak edhe ka dëmtu dorën e djathtë? Merrte statusin invalid lufta.
Shërbërta të pensioni dhe dilte nga shërbimi, dilte nga detyra, nuk mund shkonte më ushtar. Por në rastin e këtyre çunave, thanë që jemi dëmtuar, punë madhe që jemi dëmtuar. Kemi dorën tjetër. Edhe stërviten edhe bënin atë që me aq pasion, sa që ishin të aftë me dorën e majtë. Imagjino, mund të trajnoni kur niste një luftë ose në për filma ke pa, kur fillon një luftë, fillojnë harktarët para. Pastaj fillojnë radhë të tjera të ushtrisë. Imagjino këtë lloj lufte, të parët janë këto mëngjërashët duke edhe hobe me gur, duke gjujt hobe me gur. Edhe është si të paktën ushtria nga njëra tjetra ishte si 50 metra, edhe këto mund të gjunin një fije floku në 50 metra, sa është 50 metra? Me që kemi pa ndeshje mbrëm, kush e ka pa ndeshje mbrëm? Sa e ngzut, sa e mërzit mbrëm? Edhe shiko, imagjo 50 metra i bie se ku me qenë mes fushës futbollit, edhe ti e aty me hoben, me gur, edhe te porta atje në fund, është lidh një fije floku e gjatë. është që fije floku ka qenë burre apo gruaja nuk e di, se gjithë atëherë shumica me flok gjatë, ishin dhe burra dhe gratë. Edhe imagjino është një fije floku aty te porta, edhe ti stërvitesh qarë. Gjithë kohës, nga mesi fushës, nga pika në mes, deri në fund, si t'ja zesh, jo thjesht me bo gol në port, po si t'ja zesh asaj fijes flokut në mes, edhe është u trajnua në atë lloj forma. Ja ta shohim edhe herë, gjyqtarët 2016, tërë këta, të 700 ishin të aftë, të hidhnin një gur me hobe kundër një fije floku, pa gabuar goditjen, një për një. 10 gjytje, 10 herë i azinin, edhe është pse pa përmend këtë, është sepse në këtë lloj forme doja ta mbyll edhe mesazhin, është shiko, ndonjëherë, ore nuk ka rëndësi se çfarë sjell jeta. Jeta është e padrejtë. Lexo psalmet, 150 psalme, ti kupton që jeta është e padrejtë. Gjërat të mira, gjërat të këqija i ndodhen njerëzve të mirë për ditë. Puna është mos të mbyllem edhe mos na e vjedh atë gëzimin për Perëndin, atë pasionin për fjalën e Perëndis, atë pasionin për të mbledhur bashkë, atë pasionin për të bërë gjëra në emër të Krishtit. Por si puna e rastit të ushtarëve, s'ka gjë, u dëmtova në këtë gjë, lëshërojmë, unë do fuqizojmë krahun tjetër. E do ta bëj atë që di me bë, atë që dhunti që më ka dhënë Zoti, do ta bëj me shumë pasion, sepse është siç thash, është pa evitueshme. Është pa evitueshme mos lëndohesh. Është pa evitueshme mund të lëndohesh nga njerëz të afër, mund të lëndohesh nga kolegët, mund të lëndohesh nga shokët e shkollës, mund të lëndohesh nga njerëz nga ato që janë të konvikti që ndan dhomën bashk, apo çfarë lloj gjëje. Edhe shikoj nëse si e lëndu asnjëherë në jetë, e ti thu më ka ra telebingo asnjëherë se jam lëndu, është gëzoja të telebingon për ca kohë sa e ke, sepse aty e ke. Do vi prap, është aty vërdall, pse? Sepse jeta është e tillë. Edhe momentin që ne lëndohemi, i ligu do që të shtyp atë buton, e peç ata, e peç si të komentoj, e peç nuk i bëri like, asa i kishte bërë like në event tjetër, këty s'kishte bërë, edhe i ligu do që ta smadhoj dhe ta fryj që të na lëndoj. Edhe i ligu nuk na sulmon kështu, drejt për drejt. I ligu nuk vjen me i sfurg, e thot, sot e kam da menjen, do të gjyj ty, do të lëndoj ty. I ligu përdor, nëpërmjet njerëzve tjerë na lëndon dikush të thot një fjalë, apo të sulmon pa lidhje, apo të kritikon pa lidhje, edhe është i ligu mund bëj gjëra të tilla, por pyetja është çfarë do bësh ti kur të lëndohesh? A do qëndrosh në betejë, apo do ikish shtëpi, edhe marrësh pensionin e invalidit? Çfarë do bësh? Edhe nxitja ime do ishte si kjo historia, çfarë do lloj gjëje? Le të sjellë jeta. Ne e dim kush është Perëndia, e dim që fuqia e frymës së shetës është e madhe, edhe e dim që nuk do t'i zmadhojmë ato gjëra që na ndodhin në jetën e përditshme, por do fuqizohemi dhe do lëvizim përpara, do t'i duam gjërat, do t'i bëjmë gjërat me pasion, si puna e Krishtit. Ç'a thuhet tek Hebrejve, thuhet Krishti është kreu dhe plotësojësi i besimit tonë. Edhe kjo do ishte nxitja edhe si kujtesë për secilin prej ne. Shiko, Krishti atë që ka nisë ne do ta përfundoj deri në fund, thot në një vend tjetër. Kështu që nëse ndodh diçka edhe lëndohesh apo çfarë lloj gjëje, mos rri me kokën mbrapa. Pse? Zoti na jep një fillim të ri. Ndize misin tënde me Perëndin këtë verë.